Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e editarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro ka theksuar se ligji për barazinë gjinore është në përputhje të plotë me direktivat europiane dhe synon të forcojë vlerat demokratike dhe shoqërore në vend. Duke folur në një aktivitet mbi ndërtimin e shkollës qytetare, Kumbaro u ndalte rëndësia e informimit të sakt publik, duke i bërë thirrje mediave dhe qytetarëve të shmangin dezinformimin rreth këtij ligji. Në qarkun e Gjirokastrës, gjatë vitit 2025 janë mbështetur familjet e reja me 52 bonuse bebesh. Skema avion të funksionoi për familjet që plotësojnë kriterin e rezidencës prej të paktën 180 ditësh në Shqipëri, pavarësisht nëse lindja ka ndodhur në spitalet private brenda apo jashtë vendit. Në qarkun e Gjirokastrës, vitet e fundit blegtoria po përfiton nga futja e racave të reja të deleve dhe dhive, të cilat i japin më shumë qumësh dhe mish cilësor. Veterinerët këshillojnë blegtorët të kujdesen për ushqimin e kafshëve, trajtimin ndaj sëmundjeve dhe periudhat e mbarështimit. Edhe në Vjesht, Muzeu Etnografik i Memaliajt mbetet një destinacion i veçantë për të gjithë vizitorët, duke zbuluar traditat, kulturën dhe historinë e pasur të këtij qyteti. Everest Meça, përgjegjësi i muzeut, tregon se çdo sezon ka vizitorët e vet dhe ata gjithmonë mund të gjejnë diçka të re për të parë dhe përjetuar. Ju njohim tani më gjerësisht kryeministri Edi Rama në konferencën për 100 vjetorin e Bankës së Shqipërisë, e cilësoi atë si të vetmin institucion që plotëson kushtet për të quajtur i tillë. Rama vlerësoi këtë përvjetor si një moment të rëndësishëm dhe theksoi se Banka e Shqipërisë përfaqëson modelin e institucioneve të pavarura që i duhen vendit për të arritur standardet e një ekonomie të zhvilluar dhe për t'u integruar plotësisht në familjen europiane. Banka e Shqipërisë ka hyrë në dekadën e dytë të funksionimit të saj. Në 100 vitet e para, ajo mundi të sigurojë prestigjin për të qenë jo vetëm një institucion i besueshëm, por edhe të sigurojë stabilitetin financiar të vendit. Kryeministri Edi Rama tha se ajo përfaqëson më së miri atë që duhet të jetë një institucion qendror financiar. Ky është një institucion që na përfaqëson si një model i asaj që duhet të jenë institucionet e pavarura të vendit. Sfida e bankës tonë qendrore është dyfisht. Duhet të shikojë përtej të sotmes dhe shumë më larg në të ardhmen, dhe nga ana tjetër duhet të vazhdojë të provojë se është në lartësinë e duhur për sa i takon funksionit saj bazë. Guvernatori Gen Seko, ndërsa renditi për kushtimin dhe punën e realizuar ndër vite nga Banka Qendrore, tha se roli i saj është i rëndësishëm edhe në fazën në të cilën ndodhet vendi në procesin e integrimit. Banka e Shqipërisë duhet vijojë të punojë për promovimin e stabilitetit të përgjithshëm financiar të vendit. Banka e Shqipërisë duhet vijojë të kontribuojë në zhvillimin e tregjeve monetare në përgjithësi dhe të sistemeve të pagesave në veçantë. Sfida e parë është rritja e tensioneve gjeopolitike në ambientin e huaj. Rikonfigurimi i zinxhirëve të prodhimit botror, si dhe rritja e barierave tregtare janë tashmë një realitet i ri ekonomik. Përfitimet e inovacionit vijnë nga reduktimi i kostove dhe zgjerimi i aksesit në financë, çka rrit eficiencën e industrisë financiare dhe kontributin e saj në zhvillimin e vendit. Banka e Shqipërisë krahas hartimit të politikës monetare të vendit, po implementon edhe mekanizmat e ri të kontrollit dhe të rritjes së cilësisë së shërbimeve digjitale. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro ka theksuar se ligji për barazinë gjinore është në përputhje të plotë me direktivat europiane dhe synon të forcojë vlerat demokratike dhe shoqërore në vend. Duke folur për një aktivitet mbi ndërtimin e shkollës qytetare, Kumbaro u ndal tek rëndësia e informimit të sakt publik, duke i bërë thirrje mediave dhe qytetarëve të shmangin dezinformimin rreth këtij ligji. Sipas ministres, qëllimi i ligjit është nxitja e barazisë dhe respekti për të drejtat e çdo qytetari si pjesë e rrugës europiane të Shqipërisë.
Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro ka sqaruar sot se ligji për barazinë gjinore është në përputhje të plotë me direktivat europiane dhe nuk përmban asnjë element që cënon traditën apo vlerat shoqërore shqiptare. Në një takim të zhvilluar në kuadër të projektit për ndërtimin e një shkolle qytetare mbi bazat e vlerave europiane, Kumbaro theksoi se çdo nismë ligjore në Shqipëri udhëhiqet nga parimet e Bashkimit Evropian dhe konsultohet gjerësisht me publikun. Të gjitha projektet që qeveria bën, të gjitha projektet që aktorët e shtetit shqiptar, por dhe të shoqërisë dhe të shoqërisë civile apo të grupeve tjera të interesit, përfshihen në të njëjtën rrugë atë të integrimit evropian. Ju duhet të dini që çdo iniciativë që ne bëjmë, sidomos iniciativat ligjore, kanë një detyrim ligjor që është gjithashtu dhe një bindje politike që ne kemi. Të jemi në të njëjtën linjë me direktivat europiane që rregullojnë jetën demokratike në vendet tona, qoftë në Bashkimin Evropian, qoftë në Shqipëri, që përgatitet. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me ligjin në fjalë, i cili gjithashtu ka qenë objekt i të gjitha diskutimeve, konsultimeve. Ministri u ndal edhe te roli mediave, duke kërkuar më shumë kujdes dhe verifikim përpara publikimit të informacioneve që shpesh sipas saj përhapen në mënyrë të gabuar në rrjetet sociale. Përpara se të bëni pyetje të merrni ta lexoni vetë tekstin e ligjit dhe kështu do të kuptoni më mirë cila është pjesa e dezinformimit që bëhet dhe cila është pjesa e realitetit ligjor dhe ndoshta këtu është roli shumë i rëndësishëm i mediave për të komunikuar, sepse shpeshherë dëgjojmë diçka dhe nuk i shkojmë deri në fund për të shpjeguar se si është e vërteta dhe se si është i shkruar një tekst ligjor. E pyetur për shqetësimet që kanë ngritur disa prindër dhe përfaqësues të besimeve fetare për përfshirjen e temave që lidhen me komunitetin LGBT në tekstet shkollore, ministra Kumbaro i cilësoi ato të pabazuara. Të gjitha programet shkollore ne i kemi të gjitha të botuara, ato kalojnë në një proces shumë të gjatë diskutimi, përgatitjesh dhe trajnimesh, pra kualifikimesh nga mësuesit. Prandaj, është shumë e rëndësishme që ne të komunikojmë mesazhin e dur prindërve, klasave, mësuesve, përpara se sa të hedhim shashka, siç janë përpjekur aktorë të ndryshëm të hedhin dhe më vjen shumë keq sepse shpeshherë dezinformimi fal edhe komunikimit të teknologjisë zë nganjëherë më shumë vend se sa e vërteta. E vërteta është që çdo gjë që ne bëjmë, çdo gjë që shkruhet, çdo gjë që miratohet, kalon në filtra shumë të rëndësishëm. 1 të konsultimit publik, 2 të përputhjes me direktivat europiane. Ku bën pjesë gjithashtu edhe ky ligj që është miratuar dhe në të cilin gjithçka është thënë janë të pavërteta në dezinformimin e madh publik, për çka vjen shumë keq, por prandaj jemi këtu që të komunikojmë dhe të sqarojmë çdo element. Sipas ministret, dezinformimi që qarkullon në rrjet shpesh zë më shumë vend se e vërteta ndaj institucionet publike kanë detyrimin të sqarojnë qytetarët me transparencë dhe profesionalizëm. Në qarkun e Gjirokastrës, gjatë vitit 2025 janë mbështetur me bonus bebesh 52 familje të reja. Skema vion të funksionoj për familjet që plotësojnë kriterin bazë, pra rezidencën prej të paktën 180 ditë në Shqipëri, pavarësisht nëse lindja ka ndodhur në spitalet private brenda apo jashtë vendit. Nga fillimi i vitit 2025 deri tani, Shërbimi Social Shtetëror në Gjirokastër ka dhënë 52 bonuse bebesh në qark për familjet që plotësojnë kriterin e rezidencës prej të paktën 180 ditësh brenda teritorit të Shqipërisë. Këto përfitime u janë akorduar familjeve pavarësisht nëse lindja ka ndodhur në spitalet private brenda apo jashtë vendit. Bonusi bebes ka vazhduar të jepet nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror. Nga janari deri tani kemi 47 bonuse dhe për muajin tetor janë dhënë 5 bonuse. Bonusi i bebes për fëmijën e parë është 400.000 lekë të vjetra, për fëmijën e dytë është 800.000 lekë të vjetra dhe për fëmijën e tretë është 1.200.000 të vjetra ose 120.000 lekë të reja. Margariti bën me dije mënyrën e aplikimit.
Bonusi bebes jepet vetëm për qytetarët që kanë lindur në struktura spitalore private brenda vendit ose jashtë vendit. Në këtë moment, njëri nga prindrit e fëmijës paraqitet pranë drejtorisë rajonale për të plotësuar formularin e aplikimit, i cili më vonë shkon në drejtorinë e kufirit dhe migracionit, pra verifikohet me sistemin TIMS dhe vjen përgjigja prej andej. Ky proces zgjat rreth 20 ditë. Do sugjeroja familjet e reja të marrin informacione paraprake nëse kanë të nevojshme dhe pastaj të vinë dhe të bëjnë aplikimin përkatës. Drejtoresha e këtij institucioni shprehet se familjet që plotësojnë kriteret mund të aplikojnë pranë institucioneve përkatëse për të përfituar bonusin e bebes. Në qarkun e Gjirokastrës, blegtoria vitet e fundit po përfiton nga futja e racave të reja të deleve dhe dhive, të cilat japin më shumë qumësh dhe mish cilësor. Veterinerët këshillojnë blegtorët të kujdesen për ushqimin e kafshëve, trajtimin ndaj sëmundjeve dhe periudhat e mbarështimit. Sipas tyre, kujdesi, rregull dhe kontrolli nga specialistët janë çelësi që ferma të jap produktivitet maksimal dhe kafshë më të shëndetshme. Përpjekjet për të përmirësuar prodhimin dhe cilësinë në blegtorinë e Gjirokastrës kanë sjellë futjen e racave të reja, të deleve dhe dhive. Sipas krenar Veliut, veteriner pranë sektorit të veterinarisë, aktualisht në këtë qark janë rreth 2000 dele dhe 200 dhi race. Bie në racën sana, racën dhi, edhe dele raca që vijnë më tepër nga Greqia, raca Asaf, Qotika, raca të përmirësuara, por jemi në një terren goxha të vështirë, është një punë goxha e vështirë për fermës, është një sektor shumë i vështirë, pa mbështetje nuk ec. Megjithatë, Veliu thekson se në 3 vitet e fundit, numri krerëve ka mbetur në stagnacion, pa ndonjë rritje të dukshme. Ka pas një stagnacion, një qëndrim numri të krerëve dhe kjo si rezultat i rritjes së çmimit të qumushit, rritja e qumushit të çmimit dhe të mishit, krijoi një ndjenjë për ta mbajtur të blegtorin, që është pasuri kombëtare. Në Gjirokastër numërohen gjithsejt 265.000 krerë të imta dele dhe dhi dhe 12.500 gjedh. Sipas specialistëve të sektorit veterinar, skema kombëtare e mbështetjes për blegtori ka ndikuar ndjeshëm në rritjen e numrit të gjedhve të regjistruar në sistem, pasi fermerët po motivohen të formalizojnë aktivitetin e tyre dhe të përmirësojnë racat. Edhe në Vjeshtë, Muzeu Etnografik i Memaliajt mbetet një destinacion i veçantë për të gjithë vizitorët, duke zbuluar traditat, kulturën dhe historinë e pasur të këtij qyteti. Everesht Meca, përgjegjësi i muzeut, tregon se çdo sezon ka vizitorët e vet dhe ata gjithmonë mund të gjejnë diçka të re për të parë dhe për të përjetuar në Memaliaj. Muzeu Etnografik në Memaliaj, i çelur 6 muaj më parë, mbetet një nga destinacionet më të preferuara për të vizituar edhe gjatë stinës së Vjeshtës. Atmosfera e ngrohtë, ekspozitat e pasura dhe trashëgimia kulturore që përcjell e bëjnë këtë muze një ndalesë të veçantë për vizitorët. Sipas specialistit të muzeut, interesi nuk mungon as këtë periudhë vjeshte, pasi ekspozitat ofrojnë një udhëtim në historinë, traditat dhe mënyrën e jetesës së zonës. Ka të vizitorë të shumë, si vendas dhe të huaj, ka një interes për të shtuar më shumë, po themi nga banorë vendasit të cilë kanë ikur, kanë qenë banorë për Memalije, por që tani jetojnë në për Europa apo dhe Tiran, edhe nga Brezili, nga nxënësit e shkollave apo të këshurin që kanë kënaqësi që të njenë me historinë tonë, me traditat, me vlerat që ka përcjellur ndërbreza krahina e Toskërisë. Vizitorët kanë mundësinë të njihen nga afër me objektet e përditshmërisë, veshje tradicionale dhe elemente të kulturës materiale që ruajnë identitetin lokal. Marr interes për orientimin shtëpiake, për veglat e punës, për veshje popullore që kemi këtu dhe për ditë kemi një interes tepër të madh. Jemi munduar që çdo ditë pasurojmë akoma me objekte, me veshje apo sende të reja dhe jemi duke punuar fort, si me banorët cilët na kanë dhuruar sende të shumta, po si dhe me përfaqësuesit e bashkisë. Në mbyllje ai apelon për vizitorët ta shfrytëzojnë këtë periudhë për të eksploruar historinë dhe trashëgimin kulturore të Memaliajt, duke theksuar se muzeu mbetet i hapur dhe i aksesueshëm gjatë gjithë javës.
Në kuadër të 113 vjetorit të pavarësisë dhe 81 vjetorit të çlirimit të Shqipërisë, Biblioteka e Qytetit të Gurtë ka çelur ekspozitën Lufta në përfaqet e historisë. Në të janë prezantuar botime që flasin për historinë e popullit shqiptar. Në muajin e 2 datave të rëndësishme për historinë e popullit shqiptar, Biblioteka Apostol Meksi ka çelur ekspozitën me botime të titulluar Lufta në përfaqet e historisë. Në një kënd të veçantë zën vend botime që flasin për kontributin e patriotëve gjirokastrit në shpalljen e pavarësisë dhe luftën heroike të shqiptarëve për çlirimin e vendit. Edhe Biblioteka Apostol Meksi është bërë pjesë e festimeve të 2 datave të rëndësishme, 28 dhe 29 nëntori. Kemi çelur një ekspozit ku ka botime për pavarësinë dhe për luftën nacional çlirimtare. Kjo ekspozit synon që të afroj lexuesit të lexojnë librat historik, studime të luftës, dokumente që dëshmojnë rrugtimin e popullit shqiptar drejt lirisë. Janë libra, por edhe seri librash dhe albumesh përmes të cilëve jo vetëm lexuesit e rregullt të saj, por edhe qytetarë gjirokastrit mund të njihen me historinë e popullit shqiptar. Ne erdhëm sot këtu për të parë ekspozitën. U njoh me tituj të ndryshëm të librave që flasin për historinë e vendit tonë. Është një mundësi e mirë që edhe ne t'i tërheqim këta libra dhe të njohim dhe të mësojmë se çfarë kanë kaluar të parët. Ka botimet që janë në ekspozit, janë seria e veteranëve tregojnë, që janë 10 seri. Ka disa seri të luftës nacional çlirimtare, historik. Ka botime rreth pavarësisë, të figurave të ndryshme që kanë kontribuar në luftë si Ismail Qemali, disa gra dhe të qytetit tonë, si Bule dhe Persefoni, Inajet e Dumi. Albumet janë gjithashtu pjesë e ekspozitës, ku ka fotografi nga ngjarjet e luftës. Ekspozita do të jetë e hapur deri në datën 4 dhjetor, ditë që përkon me ngritjen e flamurit të pavarësisë në Gjirokastër. E martuar me një të panjohur, titullohet komedia që do të shfaqet për publikun e Qytetit të Gurtë mbrëmjen e së mërkurës dhe atë të së enjtes. Kjo pjesë italiane vihet për herë të parë në skenë në Shqipëri nga trupa profesioniste e teatrit Zihni Sako. Trupa e teatrit profesionist Zihni Sako vjen në datat 12 e 13 nëntor të publiku gjirokastrit me komedinë italiane E martuar me një të panjohur. Kjo pjesë është përkthyer dhe vënë në skenë nga Aleksandër Kondi. Jam shumë i emocionuar që të sillim premierën e re në teatrin e Gjirokastrës. Për mua është emocioni dyfisht pasi kjo vepër ka vite që flen në mendjen time për ta sjellë në skenën e teatrit, pasi është një pjesë që nuk ishte e përkthyer. Edhe kështu që mora përsipër ta përkthej dhe ta sjell për publikun, pasi bëhet fjalë për një nga autorët më të mirë italian, Aldo De Benedetti, të viteve 30-40, dhe është një komedi situatash shumë të bukura që jam i sigurt që publiku do ta shijojë. Martesa duhet të ushqehet me dashuri që të jetë gjatë dhe e lumtur. Ky është mesazhi që përcillet në këtë shfaqje. Pjesa bën fjalë për rutinën martesore. Zakonisht çiftet bien atë monotoninë martesore dhe harojnë ta ushqejnë martesën me dashuri. Si ushqehet një martesë me dashuri është me respekt, me ëmbëlsi, me surpriza. Ndonjëherë ne biem në atë rutinë që tashmë e kemi gruan, jemi të sigurt që s'mund ta humbasim, por harojmë që nëse nuk japim dashuri, dhe kjo dashuri është reciproke, martesa humb venit dhe edhe në ditët e sotme martesa, si thua, po realisht numri i divorceve është rritur ndjeshëm. Dhe kjo shfaqje do të jetë një tingëllim e mirë për t'ju rikujtuar çifteve që do të falin më shumë dashuri. Ta duan më shumë njëri tjetrin dhe jo vetëm me fjalë, por me vepra. Janë 7 aktorë të përfshirë në këtë komedi, ku pjesë e saj është edhe aktoria e mirënjohur e humorit Delinda Disha. Dua të falenderoj aktorët që ishin pjesë e kësaj vepre, të cilët kanë bërë një punë të shkëlqyer, kanë krijuar një marrëdhënie të mrekullueshme me njëri tjetrin, ka pasur harmoni dhe kjo sjell rezultate edhe tek procesi provave.
Mendoj se karakteret janë arritur dhe publiku do t'i shijojë në maksimum këto karakteret, do ja theksoj që përveç trupës tonë, këtu kemi të ftuar dhe aktoren Delinda Disha, e cila është si thua qershia mbi tort, pasi dhe vetë roli që është karakteri është mjaft karizmatik dhe shumë komik si karakter. Unë i bëj thirrje publikut të vi dhe ta shijoj këtë vepër, pasi në këtë situatë ku jemi sot, ku arti duket sikur po e humb vlerën e tij dhe kemi shumë pak vepra me pak art, doja që publiku të vinte të shikonte një shfaqje, po themi klasike, me shumë art brenda. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të minutave të ditarit informativ. Ishte gjithçka e përgatitur, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë, mirupafshim.